numëroj për njerin e parë të sigurisë kibernetike nga familja jonë kishim Hekuranin, pastaj kemi violinist, kemi një prej personave kryesor të gjitha ndërtimeve madhore në Kazastan, kemi Doli që udhëheq atje, që është Hoxha Fatona Hoxhabi. Pastaj kemi pas doganier, Hekuran, dizajner, gazetar, qa ka familja jonë tjetër? Se nuk më dëgjove në fillim. Në harron edhe ambasadorin i Kosovës. Ambasadorin. E kemi ambasadorin atje Drenin që është se dia ma shumë na duhet në Holanda, na duhet në Kosovë Dreni, se unë e konsultoj shumë shpesh edhe Drenin kur vjen Prishtinë. Shumë, a? Po bëja i gare, se sot shqyqër o zot, kemi mundësi me zhvillu profesionet të ndryshme dhe familjet kanë gjenerata të reja për me duar trokit. Hekuran, të kom thirë sot me folë për këtë sigurin kibernetike, për mesazhet që kanë ardhur, ndoshta një mosh ma e shtyer, e kam problem me kuptu, edhe një moshat e reja mund bim prej e këtyne mashtrimeve. Qush me i dalu? Çështja është që Kosova ka kohë që përballet me phishing attacks, ndërsa phishing attacks janë kur një sulmues e imiton një organizat, një autoritet, një kompani dhe në emën të asaj kompanie, kërkon informata prej shfrytëzuesve të shërbimit. Në rastin konkret ka pas kampanja të cilat i kanë imitu bankat, ka pas kampanja që e kanë imitu qeverinë e Kosovës, ku përmes mesazheve falso kanë kërkuar dhënat e qasjes në e-Kosova. Çështja është që tash me zhvillimin e AI-t, mesazhet janë shumë origjinale dhe shumë të vështira për mu dallu. Nganjëherë ndodh që janë aq të vështira sa që edhe ne si profesionistë kësaj lëmie që mirë me inteligjencë dhe me IT, mendojmë dy herë, mirë po për qytetarët e rëndom të cilët mjetojnë të lirë, nuk janë skeptik sipas natyrës, mujnë me ra prej edhe shumë e vështirë mi gjetë. Mirë po për me qenë më i suksesshëm në identifikimin e mesazheve edhe të përmbajtjeve phishing në përgjithësi, duhet me u nis prej parimit që në internet gjithçka është e rrezikshme, kudo që klikojmë duhet me kliku me kujdes, ndërsa me kujdes aq më të shtuar, duhet me i përdor platformat ku i japim të dhëna të personale. Ndërsa atëherë kur na kërkohet me pagu me kartel ose me dhënë informata konfidenciale, ata nuk duhet mi bënë nëse na kërkohet prej dikujt. Për shkak se zakonisht nuk kërkohet prej kompanive ose edhe prej institucioneve, përmes mesazheve specifike, qoftë me email ose me SMS, që ti të futesh edhe ta kompletosh një pagesë ose diçka përmes një linku që të dërgon. Sa shumë është i përhapur o Hekuran ky mashtrimi i mesazheve? Sa shpesh po i vijnë njerëzve këto mesazhe, edhe nga kush kryesisht? Si bank vjen, si institucion, si policia apo? Phishingu ka qenë, domethënë është një prej sulmeve që përdoret mas shumti. Domethënë në rrafshin e sigurisë kibernetike. Për shkak se e ka sukses, ratën e suksesit më të lartë. Deri vonë kampanjat e phishingut janë kontë limituara vetëm dhe janë lancu vetëm nga hakerat e vendit ku kanë jetu, për shkak se ata e kanë ditë gjuhën mirë edhe kanë mujtë me komuniku në një gjuhë e cila nuk ka ngrit dyshime. Mirë po tash me zhvillimin e AI-t, kjo nuk e ndalon që një haker prej Afrikës t'i shkruan mesazhet në një gjuhë shumë origjinale dhe natyrale. Do të thotë ato nuk vijnë veç për brenda vendit e Hekuran, vijnë edhe nga shtete të ndryshme. Sidomos kampanjat e fundit vijnë nga shtete të ndryshme. Edhe numri i kampanjave ka më shkuar rritë edhe më shumë për shkak se AI-u po mundson atyne që mi gjeneru mesazhet në një gjuhë natyrale, shqipe, me dialekt, të cilin edhe mundesh mi caktu, bile isha të testu me dialekt Gjakovës,
i shkruaj ke mesazhet Gjakovarski. Për një mes, pas na provu asnjëherë. Po, isha komunikojsha me GPT-n dhe i thesha që një mesazh të caktuar mi bu me dialektin e Gjakovës, edhe e bëjke shumë mirë. Me mër? E bëjke me mër? Me mër e bëjke. Amazing. Kështu që kampanjat kanë me shku vetëm duke u shtu në sasi edhe duke u bo më të sofistikura. Kështu që këshilla është që parimi i bazë le të jetë që me i marrë këto mesazhe me skepticizëm, të mos i klikojmë, pa u siguru mirë që vijnë nga autoriteti që supozohet që i ka dërgu, e aq ma pak me dhoni informata dhe pagesa, me kry pagesa, duke i kliku linkat që vendosen në SMS ose në email, për shkak se 99% gjasat janë që është mashtrim. Edhe ka me shkaktu tam. Për para o flet ke që vjedhja identitetit, e cila për ne nuk është që ka në kuptim të madh sa ka në botën perëndimore, mirë po tashti përshkaktohet ndome duke i vjedhë të dhënat të karteles, duke i vjedhë të dhënat të bankës, edhe duke ju transferu porët për llogarisë, e që me pas është shumë vështirë me i kthy mbrapa. Kështu që tashti rreziku është real për dallim prej viteve më parë, kur rreziku ka qenë hipotetik, tash është dallimi real edhe mundet me kushtu me dëme financiare. E hapëm linkun. Cili duhet të jetë veprimi nga ana jonë? Tashti, kur e hap linkun janë dy çështje. Janë sulmet phishing më të avancune, ku hakerat mund të dërgojnë link i cili shkarkon virus, dhe në momentin kur e hap linkun, automatikisht në kompjuterin e juaj shkarkohet një virus, i cili më pas fillon përgjimin edhe përmes virusit i vjedh të dhënat bankare, kredencialet për kriptovalutë, për kriptoakonta. Qysh në momentin kur e hapim linkun? Mikrofonit e tjerë, po. Që prej momentit kur hapim linkun. Ndërsa sulmet më pak të sofistikuara janë sulmet kur ta prezanton një formë, si për shembull një kopje të e-Kosovës, të faqes për kyçje në e-Kosova, dhe në momentin kur ti e shkruan usernamein dhe passwordin, ai username dhe password i shkon hakerit në vend se me i shku e-Kosovës. Më pas ai i përdor kredencialet e tuaja për me u qas në e-Kosova. Për fat të mirë, e-Kosova po dhe platforma tjera që ne i përdorim sot, përdorin të ashtë të quajturin mekanizëm two-factor authentication, i cili pavarësisht që ke usernamein dhe passwordin, nuk e lejon hakerin me u kyç pa pas qasje edhe në SMS-in ose në aplikacionin për autentikim. Mirë po në rastet kur instalohet virusi në kompjuter, të sulmet të cilet mundsojnë instalimin e viruseve në kompjuter, ata i vjedhin të ashtë të quajturit cookie, të cilet janë mekanizma të autentikimit për të zojmë rrjete sociale, Facebook, Twitter, Instagram, edhe duke i shfrytzuar cookie të cilet ato i vjedhin, ata me njëherë kyçen në akontin e viktimes pa pas nevojë për username dhe password. Kështu që këto sulme të cilat mund të vijnë nga phishingu, nga llojet e sulmeve për të cilat do bën tjere të vazhdueshëm hakepi dhe kostcerti, të cilat po bojnë punë të mrekullueshme si në përcjelljen e sulmeve që po ndodhin në Kosovë, po ashtu edhe për njoftimin e opinionit të gjerë. Do me thonë kështu. Mirë, Hekuran, po më intereson ti çush e shet tregun ton, sa jemi të vetëdijshëm na për këto linçe, ose sa shumë po bim në këto raste? Se unë kom pa, kanë kërku 2-3 raste të më shumë, gjenerata mat, shtymen mosh, kanë kërku ndihmë edhe prej nesh duke besu se kanë fitu në një lotari, ose nga ato mesazhe që ju kanë shku. Sa jemi të atakum, ose sa jemi të vetëdijshëm? Për fat të keq, Kosova pavarësisht se ka një rini e cila ka përqafu teknologjinë informative shumë mirë, gjeneratat më të shtyra e kanë janë ekspozu vonë ndaj teknologjisë informative dhe ndaj internetit. Nevojitet me pas një përvojë dhe një eksperiencë me internet për me qenë i gatshëm edhe me pas një mendim kritik. Prandaj
rreth rreziqeve që mund të shfaqen në internet. Prandaj unë mendoj që opinioni përgjithshëm, sidomos mosha të shtyra, lëm për të dëshiruar në aspektin e mbrojtjes së sigurisë ndaj rreziqeve në internet. Mirë, po megjithatë, s'kemi që me bo, kjo është realiteti. Nuk me bo tjetër përveç se me këshillu që me pas kujdes. Ky realisht edhe qëllimi kësaj interviste është që edhe moshat e shtyera që ne i kemi në audiencë, i kemi dëgjues, ndoshta të kuptojnë nga kjo bisedë. E Kuran mbaj mend kur para 5 viteve ke qenë studiot e ne. Apo ka ma shumë? Se di sa ka? Ishte inteligjenca artificiale AI, s'ishte në ende, veç lajme kishim për AI. Edhe ne të shqetësuar e thirrëm Hekuranin se po qysh shkolla do të bëjmë projektet me AI, e zbën e nxënësat tha, po ti qysh e pranove kurs ta harroj atë fjali. Ashtu që pranove tha telefonin, do ta pranosh edhe një inteligjencë artificiale që po vjen me na lehtësu jetën dhe ne duhet ndryshojmë ti përshtatemi. Ashtu doli kaq vite pas, je amazing. Faleminderit shumë për këtë bisedë. Ani, muj me fol prap herë në radhës për AI, mi diskutuar zhvillimin. Unë do doja shumë ti ishe në studio me terme që ne i kuptojmë, se jemi ende fillestar, e tash me na mësu përdorimin e AI-t, se pak jemi të ja huq po mdoket. Të pres në studio për klasën e parë për AI. Hajde, shihemi. E Kuran, je jashtëzakonshëm, shkoft mbartë, fala familjes. Edhe ju gjithashtu, faleminderit. Faleminderit shumë.